Shikues të nderuar, mirë mbrëma. Sonte jemi ne të Vëmërgata në Gjermani, ku përballë nesh kem një musafer, thjesht jo vetëm një musafer, po një aktor që nifet me një emër si Rajko, po dhe një aktor shumë i madh në trojet e krejt shqiptarisë. Kështu që e kemi zotri Isak Buzhalën, aktorin e njohur. Mirë se erdhe në të Vëmërgata në Gjermani. Faleminderit për pritjen mas pari. Ju falenderoj jo shumë, po shumë më shumë për 2 sene, edhe që më keni ftu, edhe që jeni kanë në gjendje këtë mrekulli me ba. Ju përshëndes ty Bajram, Ramën, edhe mas shumë se ty, ai që ka iniciativen edhe investimin edhe vullnetin shkelzen nga Arshin prej Gjakove, prej Dardanis tonë. Dhe unë ju uroj çdo të mirë, se tash kuptohet jemi para kamerave, na tash mundohemi pak me folë si me gramatike, pak me folë më të kurrë, po me të vërtet unë e peni vetin shpitem, sukur që jim të bërë nod laf. Veç me folë shtirë, ju falenderoj shumë për mikpritjen, me të vërtet u gëzova shumë, se i pari televizion të Vëmërgata, sa e di unë në Gjermani, që urime. Ashtu është, faleminderit. Drejtorin e kemi përballë, po mas kamera, urime drejtor. Zoti trujt, faleminderit shumë. Falenderoj që pranove ftesën tonë. Me qef, me plot dëshirë, më të madhe. Unë e ditë njofty si një aktor të fuqishëm, megjithëse na kemi pas rastin, fatin që të luajmë në 2 filma bashkë. Kështu që unë e di që aktori, po kujtoj që je edhe një muzikant i mirë, kisha pas dëshirë që para se me fillue, me në argëtu pak me një këngë të cilën të dëshiran. Bera, së du të ndërprej fjallë, të du të ndërprej, të di mirë që më këngëtarë s'jam, po për dëshirë, edhe për artë, edhe më thonë që tash fitullëtur banë këtu në qora shtënjë në fitullëtur për artë. Se apri që qefin, po në këngëtarë nuk jam, pak keq kuptime, po në sa të mujë, sa di, sa recitoj, mujë edhe me knju, ka pak, a di, me hinë rëndë këngëtarit. Faleminderit, po atë sa din. Po. Të ndëgjëm, besoj që nuk dëshgënimi. Muin mars, nën dhe të non, shpia shkretoj pa të milion. Shpia shkretoj pa të milion, një sofrat këthyme për Bajram. Sofra këthyme për Bajram, një kashores mujtem me ngron. Një kashores mujtem me ngron, se ofenzive Serbia ka mor. Ofenziven që marrën e shkit, tu bu popli Belanit. Tu bu popli Belanit, plot të borët, plot rrugit. Plot të borët,
Lotë rrugit, e me ropa hinen e shlit. E të mrapa, i të në shkit, tu i rreh poplin, tu i flashit. Tu rreh poplin, tu i flashit, popli shkretu i valavit. Popli shkretu i valavit, nuk e dishin ku e kanë kryt. Na mushati tenka e shti, vrajshin ngra a i pleqetri. Vrajshin ngra a i pleqetri, nisën poplin për Shqipeni. Nisën poplin për Shqipeni, mos të arromi vlazen këtë jegi. Këtë jeki mos të harrojm, njoni tjetrin vlazen e ta dojm. Që se dojm njoni tjetrin. Na qoftë Zoti more, ai e more gjitho gazepin ai. Duhet lungoja. Pak emocione, pata se është emocione gjithve. Kështë plot emocione me këtë këngë të bukur, të falenderoj. Faleminderit për ju. Së në këngënuar e mirë, po është kryesorja mesazhin dhe se kush jemi dhe për shka jemi. Kështu që dua edhe një herë të falenderoj që je musafiri i parë në TV Mërgatën, në studion tonë. Nina dhe shumë krenar, Nina, shumë. Kështu që të jeni aktor i njoftur, si që din i gjithë populli shqiptar, ma shumë të njoftin si një aktor Rajko, një rol negativ. Na kemi pasu, ne kam pas fatin që me ty kam luajt 2 filma, një film në Zvicër, po Vllazëri Interes. Vllazëri Interes, po kam pas fatin që kemi luajt edhe filmin Pranvera për gjakun e Kosovë. E këtu ta ka pas i nati çdo herë. Se tonë kohën filmit të ngjyrime, të qyra si me xhelozi se ti ki pas roli shumë të mirë, e roli jem... Ke qana armiku, atëherë dofke na të rego pak për vetin edhe për njerëzit që dojnë me ditë se kush është Isak Bozhala, na e dim që ti ke luar shumë filma, po na të rego pak për vetë, për historinë tonë. Po, unë thamë çdo herë një njëri kur të flet vish për vetën, nuk del kvalitet. Puna fol vetë dhe unë këto rolet, filmin që i luj, unë i baj me plot dëshirë dhe vullnet më të madhin, po rolet për i rolet ndryshojnë, edhe rolin, kur ta ki rolin pozitiv që dënë edhe populli, e luj ma me krenari, se unë kom pas një, po këthe pak ma herë, po shkojnë një rol të rrugët në Kosovë, si aktor polic i Kosovës. Pa ato këmë lujt edhe me plot gëzim, vullnet, po me plot krenari. Sa ty as kisha shka me lujt, se ishke qashtu. E ndo role, kur po të vjen me lujt, po du të me aktru. E me të vërtet, si rolin polic i Kosovës,
nuk më aktru shumë se vullneti, qefi, dëshira edhe krenaria shumë, se krenaria më njerin. Jo parja, jo pasonia para syve shka e shep, po krenaria shpirtërore më njerin dhe me plot krenari. Po, rolin që këm lujt të rrugët e liris, me produksion Donjeta, producent Jetoni, e kështu që aty që kom lujt, aty më dhaj rol, si Rajko, si që tha, si Rajko, kuptohet se kom lujt me dëshire, me qef, as me krenari jo, po një Serb nuk arke me lujt Serbin aty. Një Serb arke me lujt vetëm u që kën, vjen e lunë, për me një los u që kën. A me një los Serb, vetë vetën, nuk po vinë, edhe miliona më ju dhanë, s'po vinë. E unë, normal, nësë të me ko marrë me gjithë dëshirë atë rol, po a i rol mu afru edhe me tha edhe ta shkuptohet zërë kom pas bëllë, ta armiku se kam dhe komente që më kanë shkruë, qysh bre ti, qysh mujte, jo kështu, se së më falë, së më përforit e para kamera, se si qysh e tek, po unë të farendroj ty shumë, me kishë një komente aty por që sa zërë kom pas, se kom pas rrasë edhe në rrugë, kështu më kanë fy. Po, nuk është në gjede me kuptu, se unë, kër është qështje, veni jem, Dardania, veni jo, edhe pare shka bona, vetëm me pa gjeratat e arshme, shka vin, me pa se shka kemi kalu, qësh kemi kalu, se një huj, armikë nuk vje me lujt ato negativen, si shemull tash, për thamon, tu në Gjermani jetoj, edhe më do një rol mu për i produksione Gjerman, hajde luje shqiptarin tu marë me prostitucion, me drog, me senet këshia, kur se marë, dhe milionat me dhanë. Hiq pa buk, jes, nuk e marë atë rol. E për me një los, armikun, vëllë është dësen bajnë, pa dyshim hiq. E këm pa shumë zërë, edhe kam zërë, po me një anë që konë negativ roli, prap për mdojnë të këtu, po shka umre për shtypi matë madhe, thmija vogël, po mujnë me kuptu, po janë gjendi me kuptu qashtë inteligencë që është vetëm rol. Edhe a ban një foto, unë po plëmë të shpijet, aty po këzona shumë. Një rast për të regoj isha në Suharek. Unë jam i Budakovës, jetoj në Gjermani, po jam i Suharek të Budakovës, lagjës Buzhal. Aty dole në Suharek me grunë tem, me nusën, dhe tu shetit kër një erdhë po kalon për skejt një kërë me një qikë mrapa, po gjomat e zi. Po boj vetë për para aje qika mrapa, edhe unë isha të prit më morë kjeri, një djallin tem, kër e qika tash, më ka po që e më rajka aty në rol, e mu kështu live, më ban, e ka qelë gjomin dritarën dhe babaj vetë, më ka bo mua, Rajko, kështu mu shqiponi më ban, që dhe me thonë, që unë stashur e vishë jam armik, dhe unë e ka bo një herë, këmë bo, kishë besho, dhe kemi kishë dhe këmë bo, dhe unë, ajo knaqë, se e ka morë që unë jam anës negative. E këtu që është, se shka të foli, dhe shka bote madhe, është zërë shumë, po dikush po do të me marë. Normal. Edhe të pranvere për gjakër filmi, jo serial, për pranvere për gjakër filmi, me skenarist dhe docent Ganimet Bityqi, përshëndesëm në të dytë. Përshëndesëm me zemër Lalushin, ai është i njohur me gjitha, s'kam shka me prezentu ato kush është ai, e din këtë Kosova se kush është. Edhe aty e kam rolin, bili kërë më thirë në telefon, Lalushi, Ganimeti, thotë qështu, se thojnë, edhe është në psikologji, edhe thojnë që një aktor i mirë nuk e zgjedhë rolin, nuk ka rol të vogël, po ka aktor të vogël. Aktori e banë rolin e madhë, se rol të vogël nuk ka në filma, edhe unë deshta një me vetë, e qëfar roli, që thash, apet, e mora mes, dhe Bajrami shke me ta, thotë, pedin ti që thash, apet thash negativ, apet sërb, tha po, aj ma boni mu, kusht ka faj, tha që Peliur, tha, ti sërbrin ka që mirë. Edhe një aktor i mirë nuk e zgjedhë rolin, po roli të zgjedhë ty edhe nuk ishka me bon, se unë e du, e kam shumë pasion.
se këtë ma të mirë, ma të keqe, nuk ka nuk ka absolut, krejt jemi të mirë, se njën vetë nuk lutë filmi, e kështu që ti forte, aj tjetëri, këtë janë të mirë, vetëm du të me dashtë. Normal. Edhe një sen dhe ishta me thonë, mëse më këdhonë hapsiren, edhe një sen ishta me thonë për aktorët e ardhshme të rritë, se më ka ra puna tash, këtë gjështë i mirë të shkuna për skena, filma të bëhe, atë moment, një aktor që po vjenë po thot, edhe sa kryhet, pi qëtë pe kontrolës, pi qëtë regjisorët, skenaristin, producentin, kamermonat, krejt ata se kur kryhet. Edhe plus shka ma keqja, nuk pi qëtë ata pi kontrolës, pi koncept bëdhe vetë vetën, e kur kryhet, pi ban shtres dhe pi kofizon vetë vetën. E kështu i lutë të cilët, kur shkon në gjerime, merra dit, se është për ty mas mirë, se jesin senet keq. Si unë që ta që ko marrë këtu, me thonë, e ki kore kofizume, gut në aty, thonë, i thamë fjallë shumë keq. Po, mas keq që është për aktorin, se tani aktori pjallefojnë producentit, pjallefojnë regjisorit, pjallefojnë kamermone, valla, mirë kishë dalë, po, ma mirë se regjisori ka fajet. Regjisori, të rrasë s'ka faj kur gjo, ki faj vetë ti. Regjisori ka vetëm ta e pa to, skenaristin e ki, skenën e ki, skenarin, edhe u krypuna. Edhe ti du të me lujt ata, me hinë personasht ati që ti vëtë roli ty. E kështu që, kur të shkoni në për gjerimi, në përsen, lene kohën për veti, kushtërja vetës, mas mirë, që se dilni ma mirë. Faleminderit. Respekt, kështu që na e dim që roli është rol, edhe ti je Rajko, vetëm me rol. Kështu që e Rajko... Me po mu s'ka pakush që ty mirë ma banë se edhe tonë kohën gjerimi të kom pas shumë minati. E ki rolin vetëm Rajko, po, si tha edhe ti ma heret, filmin për me dokumentu një gjotë vërtet që ka ndodhë me poplin e Kosovës. Se t'ishtë me ndërprej, se Bajram është aktor me diplomë, e kështu shumë para ti nuk muj edhe me full, dishka për film, po respekt Bajram. Faleminderit, kështu që nuk është e lehtë me luë rol negativ, po sistemi vetë dikush duhet me luë. Sepse Kosova ka nevoj, sidomos filmi i funit që u bo pranvera për Gjakur, është një film të cilin i tregon ngjarjet e vërteta që ka ndodhur me poplin e Kosovës, që tregojnë dhënime, tregojnë dëbimet prej Kosovës në vendet e huaja. Kështu që këto neve na duhen për gjeneratat pas neve që historia jonë mos më zhduk. Kështu që ty të lumë për gozimin që kije dhe dohet të gjithë me kuptuar. Më faleminderit për ju keni përkra, se të pa bësh i bajat, ose të më thëj që ju kështu ka, po ju non-stop, edhe përshëndes shumë krejt aktorët e shqiptarit ka janë, edhe Shaqirbeti përshëndes shumë, më jep shumë kuraje, më jep shumë vullnet, Shaqirbeti, aktori madh i shqiptaris, më thot, Pashabati thot, mëse ki gale se mazër është më lujt rolin negativ se pozitiv. Thash edhe njëherë, i përballoj krejt, kur është pyetje veni jem, vendlindja jem, veni jem, krejt i përballoj, çamjet, fyrjet, krejt i përballoj. Se derisa masa dërmuese e Kosovës, shqiptarët më përkrahin edhe shohin të arsyeshme, kurse aktorët e mëdhaj ju më përkrahni për mua se kam atë problem edhe që më shoh se veni jem është, ta kupton, s'ka gjë të vishë një rol që luhet. Edhe filmi Pranvera për Gjakur, se harru me thonë parzit, edhe do të shfaqet edhe në Gjermani, në filmi Pranvera për Gjakur, me të 21 shkurt, aty ka ona Kölnit Bonit, në Bon, Köln, Bornaj, me të 21 dytit, do të shfaqet, dhe aty do të mundohen do janë do aktor prezent. Në dy, po se po. Po vinë dhe aktorë më të mëdhaj edhe do të janë aty. E kështu që kemi nderin, jo mi thë faleminderit juve, po ju jeni ata që të thoni vetë vetës faleminderit, që keni prunë familjen, fëmin, aty me pa se shka shukan. Dhe ju uroj shikim të këndshëm që thojnë dhe filmi është me të vërtet me shumë vlera. E respekt edhe më të madhin shkon të Ganimeti që thamë,
që e ka marrë iniciativën, e ka marrë guximin, se me ba një film vetë, kështu, ka gjë mundim, se përpara, kur s'kom pas një ori, thëshë, kur gjo, s'është film, po është shumë mundimshme se investimi madh, se anër e kam që një herë shteti me ba një film të luftës, a i kuptohet del këti të kvalitetse me plot investim që bëhat, dhe anër e kam, edhe me marrë pjesë edhe unë, shteti me marrë pjesë që asë që më interesën parja, pa pare vjeluj, me kështë pezimet e mje, këtë vetëm shteti këtë investon, që edhe me dhekë masanin e gajle se kam. Ama shteti këtë me investu, Kosova, me po filmin e luftës mon tonën, Turqëkës. Këto është një problem, na këtë teme kemi pasysh edhe para disa vite në Hollywood, kur isha, ku i kishëm me qëtonë atje aktor të fuqeshëm, si Pjetër Malota, një ndër shqiptarët aktorë shumë i fuqeshëm. Po shumë e vërtetë, kur më këtë jenë telefon dhe më ka po me dorë, Pjetër Malota për mu konë, më kanë shu kom krejt, se aqë respekt. A i bile më tha mu se nuk po bëhet diçka në Hollywood, një film, sepse Kosova i ka përjetue dhe në gjarjet skenare në kemë të gatshëm, nuk kemë nevoj me bo një skenar të pabesueshëm, kurse është skenari i gatshëm që ka ndodhë në gjarjet. Kështu që me kalimin e kohës po besojmë, shpresojmë që do bëhet diçka edhe më e madhe, besoj që do jesh edhe në film, edhe herën e vunit kum po me pak një zhek që s'mujta në film me të vrase. Bolë kështë dhe si shtë, po jasë kalej e nuk mujtë e më vro. Kështu që të falenderoj shumë edhe njëherë, na të rego diçka për se ke lujtë edhe filma tjerë, na kemi lujtë edhe në film të Zvicër, po ke lujtë edhe në film me aktorin e madhe Halil Bodakova, me shumë aktorë tjerë, kështu që edhe për ty ka qenë filmi ma me shumë dëshirë që ke luë, edhe që edhe ka qenë filmi që ka me shumë të kujtue dhe thëtë ke marrë guximin me thonë po, se s'ke mujtë me thonë me njëherë. Filmi ka, si thash me roli, për roli po lunë, po ka ndryshime. Kër mu ka dhanë ma i lunë të në botë, që më kanë kër mu ka dhanë roli këmëtira Halil Bodakova, edhe përshëndes me Halil Bodakovën, me punë të marë, vajta, ma të tje, inshallah kanë shënetin gjithë. Pra, hajde edhe me një vi melodike, po kësha pas që na bashkë po luajmë, bashkë po arktojmë. Po do me lujtë edhe instrumentit bashkë? Sa më bishke bile edhe me ditë me lujtë diçka. Ani bre vallohi që shumë leto, që merë. Po, edhe që të hotel ati prejk, Elshan, kështu, po. Ja ka mësu në ty, po. Hajde. Hitë mëse prejk, nina. Bravo. Ha, që, veç, po. Hajde, pro. Qështë ka daldale, mësohësh, po, mësohëmi pashtë, asë unë s'di, po, ka mënohëmi pashtë, pa. I përshëndes gjithëve. Hajde bërë, hajde. Përshë, ditë e këmë shumë.
lingista. Hajde, bëjra, po që sa letë është? Jo, po. Letë për ty se për mua, jo. Respekt. Shikues të nderuar të TV Mërgatës, jemi në fund të emisionit me musafirin ton Isak Buzhala, aktorin e njohur, dhe falenderojmë shumë që ishën në mesin tonë. Dhe do mbesu me një titull muzikor. Faleminderit. Ju përshëndes skajve, faleminderit shumë, keni knaq, më keni gëzu, Zotë ju gëzoft. Une tash, kur kam gjerime, skena, me kësi njerës të mirë këtë ri, hare ma shumë kam vullnet me purnu. Një mu i ditën tash kam vullnet me purnu. E kam vullnetin. Faleminderit shumë. Respekt gjithëve. Aktor, para se të vazhdojmë kem një surprizë për ty. Kështu që e lusëm regjin në asillin. Shqetsora për surprizë, për inshallah nuk është të shka. Wow. Pasi që i musafiri i parë në TV Mërgatën, kërkojmë nga te në shkrimin tënë, dhe me shumë nasit keme në TV Mërgatën, musafirin e parë. Amo kjo është respekt shumë i madh, faleminderit shumë, hera parë që po më bjen kështu. Wow, më keni me emocionu. Faleminderit shumë, kjo është privilegj për mu. Drejtor, Shkelzen Gashi. Pak e emocionu, po. Dhe njëm shumë krenar për ju. Faleminderit. Shumë. Suksesi. Hera tjera. Ju përshëndes. Mirupafshëm.